Plani i ri i Edi Ramës është të shkatroj Pallatin e Kongreseve tani. Sa po doli më përpara në rrjetet sociale, live, në mbledhjen që po bënte dhe kishte prezantuar planin që këtu mbi Pallatin e Kongreseve neve do bëjmë një ndërtesë tjetër super moderne dhe harron që duke shkatruar Pallatin e Kongreseve ai fshin një pjesë të historisë së shqiptarëve që neve kemi kaq vite që luftojmë. Nuk e di pse Edi Rama i ka këto plane. Sikur neve jemi një vend si Dubai që është ndërtuar mbi shkret të tirë dhe harron që shqiptarët kanë luftuar mijëra vite për të ruajtur kulturën e tyre, për të ruajtur traditat e tyre, për të ruajtur racën e tyre, gjuhën e tyre etj. Nuk e di pse Edi Rama na mendon se Shqipëria duhet të ketë të njëjtin zhvillim si Dubai, por me arabët po punon, kështu që duhet që ta gjejnë me njëri tjetrin, duhet të na japin shpjegime sepse këta duan që ta shfarrosin ekzistencën e popullit shqiptar duke na shkatruar çdo gjë. Edi Rama nuk po jep vetëm Zvërnecin njerëz, Edi Rama ka dhënë dhe Butrintin, Edi Rama do japi dhe malet, Edi Rama po jep tokat bujqësore, Edi Rama po jep çdo lloj gjëje të mundshme që do fund të mos jenë në dorën tonë, por të jenë vetëm në dorën atyre që do Edi Rama. Ju lutem ta keni parasysh që neve sot nuk po protestojmë vetëm për Vlorën dhe vetëm për Zvërnecin, por neve po protestojmë për gjithë Shqipërinë dhe neve po protestojmë për të ruajtur kulturën tonë, për të ruajtur traditat tona, për të ruajtur vlerat tona kombëtare dhe në një godin që Edi Rama mendon se kjo nuk është më e bukur, ajo Edi Rama nuk ka vetëm vlerën e bukurisë, por ka vlerën e historisë dhe vlerën dhe është një mjet prove për të vërtetuar ekzistencën e popullit shqiptar në të ardhmen, sepse neve asnjëherë nuk e dim se çfarë ardhmja i ofron botës dhe nuk e dim se